Përshëndetje të gjithëve, mirë se vini në kanalin tim. Unë jam Dea, për ju që nuk më njihni dhe për ju që më njihni, mirë se u rikthyet edhe në një tjetër video të këtij kanali. Sot po hapi një video të re, ndoshta nuk dëgjohem shumë mirë nga zëri për shkak se normalisht erdhi pranvera, edhe me pranverën vijnë edhe alergjit, kështu që jemi në atë fazën ku jemi me hund, me teshtima, po gjithsesi kam marrë antihistaminikët, të cilët I përdor gjatë kësaj kohe, edhe shpresoj që të bëhemi mirë sa më shpejt. Unë sot në mëngjes bashkë me Claudion dolem normalisht si ditë e diel që është për të bërë mëngjesin edhe për të pirë kafe. Pas asaj shkuam në një vend këtu afër nesh, në një zonë afër Reggio Emilias, ku ishte Mercato del Riuso, ndryshe e thënë Mercato të përdorurave, por që nëse keni pa goca që janë në Gjermani që nduket I quajnë diçka flow market, diçka e tillë, ngjasonte me atë që tregojnë gocat që janë në Gjermani. Përpara se të vinte Covidi, më kanë thënë që kanë ekzistuar edhe këtu pothuajse në secilin qytet, domethënë edhe te qyteti ku jam unë edhe këtu përreth. Edhe bëheshin ku secili, domethënë edhe një person I thjesht merrte një bankarel aty edhe shiste gjërat e veta, vendoste çmimet vet. Pagun një sasi lekësh, nuk e di, diçka të tipit 10 euro për gjatë gjithë ditës, 15 euro, diçka e tillë, nuk jam e sigurt. Po tani domethënë duke qenë se ka fillu jeta, domethënë gjithçka është bërë si më përpara, nuk ka më ndalime si pasojë e Covidit, kanë filluar të hapen prap. Duke sigur kanë filluar edhe këtu afër nesh, po prap kanë filluar me çmime jo shumë të mira, sepse ato që vijnë janë të tipit koleksionista ose njerëz të cilët merren me shitjen edhe blerjen e gjërave të përdorura. Ndërsa tregu që ishim sot ishin pikërisht siç po ju them njerëz si unë ose si jo, domethënë njerëz të thjesht, që thjesht marrin me qara të vendin, një tavolinë edhe shesin gjërat e tyre aty. I vendosin çmimet vet. Ne shkuam me Claudion aty. Kjo bëhej tek, domethënë në qytete të ndryshme, tek kjo zona jon gjatë muajit prill, dhe duke qenë se sot në datë 6 prill ishte data që na konvenonte më shumë, domethënë bazuar në vendin që kishim më afër, që ishte vetëm 22 minuta larg me makinë. Ne shkuam atje, kishte gjëra të tipit edhe me 1 euro, 2 euro, 5 euro, 10. Ishte domethënë nga këto markatat ku mund të bëje deal për çmimin, domethënë ajo thoshte 10, ti thoje 8, edhe ajo nëse pranonte ose jo, ose mund të kishe edhe dy njerëz njëkohësisht që shihnin të njëjtën gjë dhe kush jep çmimin më të mirë. Po që gjithsesi kishte gjëra të lezetshme edhe mund të gjeje gjëra edhe krejt të reja, domethënë me etiketë që ishin me çmime të ulta, edhe gjëra të përdorura shumë pak, domethënë varej prej bankarelave të ndryshme. Unë kam marrë disa gjëra, edhe po ja u tregoj tani pa humbur kohë se çka kam marrë. Tek tregu sot takova një shoqen time të kursit, edhe normalisht u përshëndeta me të, sepse kisha disa ditë që nuk e kisha pa, edhe një person tjetër që takova ishte Angela Akolli, të cilën ju e njihni të gjithë. Ne jetojmë shumë afër me njëra tjetër. Na ka qelluar që jemi pa edhe një herë këtu tek qyteti im, edhe jemi përshëndetur, edhe normalisht e pash edhe sot, edhe ndalova, u përshëndetëm, biseduam pak edhe u kënaqa shumë. Angela është një gocë shumë pozitive. Edhe normalisht unë e kam thënë edhe stër thënë që e vlerësoj shumë për punën këtu në YouTube. Edhe e bukur është që më mbante mend nga hera e fundit që jemi taku. Edhe ne kemi biseduar edhe në Instagram, domethënë jo reaction në për story ose gjëra tilla. Biseduam pak aty, edhe ajo që ka këtë fiksimin për të përdorat, kishte edhe kamerën me vete, sepse me siguri po xhironte vlog. Gjatë bisedës e lam që do dilnim një ditë për kafe, por do shohim të organizohemi të dyja në mënyrë që të dalim edhe ta shijojmë. Ndërsa unë tani pa humbur kohë, po ju tregoj se çka kam marrë, me çfarë çmimi I kam marrë edhe se sa është çmimi origjinal I tyre. Atëherë, po e filloj me gjën e parë, që janë këto dy fondatinta ose concealera, nuk e di se si t'ju them, janë këto dy këtu. Njëra është nga Shiseido, kjo këtu, edhe kjo është nga Diego Della Palma. Normalisht janë testera të vegjël, po që doja t'i provoja. Nëse më pëlqejnë mund t'i marr formatin e madh, edhe kushtuan të dyja nga 2 euro, edhe të dyja bashkë kushtuan 4 euro. Tani unë nuk e di se sa mund të jenë ngjyra ime,
po edhe nëse nuk janë, do mundohem t'i përshtat disi ose t'i zbus me ato që kam në shtëpi edhe janë tone më të qelta që t'jenë fix për fytyrën time. Gjithsesi edhe nëse nuk janë fix ngjyra ime, tani që po vjen vera edhe nxihemi pak, mund t'i përdor. Janë plot, nuk është se janë testera, do të thënë që janë përdorur ose ku dijon. Kjo është Shiseidos, është e mbyllur tamam. Ndërsa kjo Diego della Palmes duket që është plot, kanë erën normale që kanë fondatintat. Edhe do i provoj edhe nëse më pëlqen me të marrim formatin e madh. Gjëja tjetër që mora janë një palë xhinse nga Zara që janë numri 38 me këtë pjesën që janë të shkyme këtu, vetëm nga njëra anë, ndërsa pjesa tjetër ka vetëm të shkymen e vogël. Dhe veçantia e tyre është që janë me këto pullat që janë shumë në modë tani. Kjo janë numër 38. Unë zakonisht kur i blej gjërat e këto të përdorat, përpiqem të marr gjithmonë numrin tim. Në sensin që nëse këto pantallona nuk shiten, mund t'i vesh edhe vetë edhe nuk është se është ndonjë problem i madh. Këto pantallonat i mora 5 euro edhe çmimin real të Zarës, se sa janë tek Zara, do t'ja vë këtu edhe më thonin që ose ja ka vlejt për t'i marrë për 5 euro ose jo. Një gjë tjetër që morëm, në fakt e pa Claudio, nuk është se është i mbajtur në 100% e tij, por gjithsesi është mirë, është ky ripi Cartier që ka këtë ngjyrën bordeaux, që është tepër e bukur, është fiks kjo ngjyra që është në modë tani kohët e fundit. Pjesa këtu brenda është komplet, domethënë është e mirë, në sensin nuk është e përdorur ose tjetë e prishur. Tek pjesa e ripit këtu normalisht që duket se dikush e ka përdorur, por është në gjendje goxha të mirë. Edhe tek pjesa këtu, ndoshta në kamera nuk dallohet, por shifet që ka të shkruar Cartier. Edhe këtë ripin, ajo zonja aty na e dha për vetëm 1 euro. Ndërsa në eBay ose Vinted ose Vestire e gjeni me këtë çmimin këtu. Një gjë tjetër që mora, edhe që më pëlqeu jashtëzakonisht shumë, edhe që nuk besoj se do e shes. Deri në momentin që t'ja nxjerr qefin këtij ripit, është ky ripi këtu, që është YSL. Person nuk di frëngjisht, po duke se shqiptohet Yves Saint Laurent, edhe mos më shani nëse nuk e kam shqiptu mirë, edhe shumë i mbajtur, ka shumë pak shenja përdorimi, më thënë tek pjesa e vrimave këtu nuk është se është i prishur ose diçka e tillë, edhe po e ve që t'ja u tregoj pak a shumë se si duket. Atëherë, duket kështu, është shumë i imët edhe mu më pëlqen shumë, është diçka shumë fine, shumë e bukur, më pëlqen jashtëzakonisht shumë. Kur shkum tek ajo bankarela që ishte ky rypi, e pyetëm atë gjagjen se sa lek ishte, edhe ai tha 2 euro. Normalisht ne nuk e diskutuam fare çmimin, thjesht ndorëm lekët edhe t'ja jepnim, kishim disa qindarka edhe i dhash direkt 2 euroshin, edhe më tha për ju tha do e bëj 1 euro, tha. I thash faleminderit, një rryp YSL 1 euro është super. Kështu që ky rrypi kushtoi 1 euro, ndërsa vlera e tij e vërtet, po ja u shënoj prap këtu, do t'ja ulë të gjitha gjërat që kam bler me vlerën e vërtet këtu afër, që më pas të më komentoni edhe të më thoni nëse ja ka vletur ky shpenzimi që kemi bërë. Pastaj në një bankarel tjetër që u ndalëm, ishin disa goca që shisnin aty, kishte gjëra të tipit Zara, Stradivarius, kishte edhe disa çanta që ishin Moschino, Liu Jo, po nuk është se ato çantat, domethënë, kishin shumë shenja përdorimi edhe nuk ishte diçka që ja vlente të investoje në to. Mora këtë fustanin, që është fustan veror, vjen me këto frulat që janë shumë në modë tani, është nga Zara, edhe është i ri, siç e shihni, ka këtë pjesën e etiketës akoma. E pyeta atë vajzën se sa kushtonte, më tha 2 euro, edhe e mora direkt, se diskutova fare. Kështu që edhe këtë nuk e di nëse do e mbaj për vete apo do provoj ta shes, ta shohim. Siç ju thash, edhe nëse nuk shitet, do jem shumë e kënaqur ta mbaj për vete. Një gjë tjetër që morëm është kjo ora vintage që është shumë e mbajtur. Domethënë pjesa e fushës është komplet e pastër, nuk ka asnjë shenjë as tek xhami, është nga kjo marka Pringles, unë nuk e njoh, Claudio i njeh këto orat, ai i shef se sa kushtojnë, se sa ja vlejnë, se sa shiten.
unë i njoh shumë pak. Kështu është shumë elegante si orë, është e vogël edhe për vajzat ose gratë që i kanë qef ja vlen super shumë. Tek pjesa e rripit normalisht ku është vendosur, ku është përthy në momentin që ti e vën në dorë, ka pak shenja përdorimi, por edhe mund t'ja ndrosh besoj këtë rripin edhe t'i vendosur diçka, sepse fushën e ka të mrekullueshme. Tani po e ve dhe po jo tregoj se si duket në dorë. Duket shumë bukur, me thënë drejtën, tepër fine, po nuk jam shumë fan se orave, edhe nuk është se kam ndonjë qejf të madh ta mbaj. Duket kështu, është tepër e bukur, mund po të veshësh një tip xhakete ose diçka që të dukesh klasike me të. Është jashtëzakonisht shumë e lezetshme. Këtë e morëm për 10 euro, ndërkohë që pam që në si që thash në këto vendet ku shitej me çmimin diku tek 200 e ca euro. Tani ta shohim se sa do ja vlej të rishitet kjo ora. Diçka që më ngeli shumë merak në momentin që ishim atje, ishte një xhaket Zara, ngjyrën si e verdh limoni. Ishte e paveshur asnjëherë sepse keni parasysh pjesën që kanë xhaketat mbrapa që janë të qepura si me një tip peu që duhet ta shkysh domethënë atë peun që t'jetë e hapur pjesa e xhaketave. Pyetëm atë gruan aty dhe tha që kushtonte 5 euro. Ishte domethënë në momentet e para sa po hym në treg edhe i tham ne po na edhe e 3 e marrim. Në atë moment afrohet një plak që ma caroi shumë nervat. Unë zakonisht jam një njeri shumë i qetë, shumë i respektueshëm me këdo, jo vetëm me më të moshuarit. Po thjesht ajo u afru edhe i tha asaj gruas, tha si kërkojnë, tha ta shesësh të 3 euro, tha kur është kaq e bukur, kaq e mbajtur. Audio që jo kthy Alora për indilatu, atëherë të më thanë bleje ti. Edhe unë ngella thash, ops. Merrti më shumë inat nga kjo situata, se edhe për 5 euro do e kisha marr, po nga që futi hundet kjo gruaja tjetër, thash e di qa, jo, s'do e marr, tani nga inati s'do e marr. Edhe më ngeli merak me thënë të drejtën, se përveç faktit që jam i sigurt se do ishte shitur direkt, se ishte super e mbajtur, do e kisha qu një herë në pastrim kimik, do me thënë, edhe mund ta kisha vesh edhe vetë, se ishte goxha e lezetshme, edhe ngjyra është diçka që është shumë në modë tani, edhe do ja vlente. Më e bukur edhe më e shtrenjtë që kemi bërë, është kjo çanta këto, që është fiks ngjyra sikur ka dust begon. Tani po e hapi, edhe po ja u tregoj. Atëherë, është kështu tek pjesa sipër, ka këto rripat, si mund ta them. Është tepër shumë e mbajtur, domethënë lëkura ka pothuajse fare dëmtime. Është nga Cartier, siç e shihni nga logoja, ka edhe brenda logon edhe gjithçka tjetër. Edhe pjesa poshtë është super shumë e mbajtur, është një lëkurë që nuk vdes kurrë, domethënë nuk e di, ka nevojë vetëm të pastrohet pak kjo pjesa e lëkurës, sepse duke qenë se besoj e kanë mbajtur shumë vite në raft ose nuk e di se ka këtë pjesën e pluhurit që duhet pastru. Pluhuri që e keni parasysh grumbullohet këtu mblidhet, bëhet shumë e vështirë për të pastru, po nuk e di, do provoj që të marr një furç dhe mbësh që të jetë shumë e butë, ta pastroj pjesën këto. Pjesa brenda është e tillë, edhe po ja u tregoj edhe nga afër se si duket brenda. Si që shifni ka kudo detajet e Cartierit tek pjesa këtu, edhe zinxhiri tjetër që është goxha i mbajtur, edhe pjesa brenda është komplet me logon e Cartierit, edhe shifet edhe kjo këtu, nuk e di se sa arrini ta shikoni, po që është e shkruar Cartier Paris. Për mua është një super blerje, si që shifni, është një çantë që ka një lëkurë që rrallë kam pa. Shitësi e kishte këtë çantën 30 euro, kur shkum në fillim i ofrum 20, edhe tha nuk bëhet fjalë, edhe okej, e lam. Pastaj kur u kthyem, ishte diçka që seriozisht ja vlente shumë, sepse çmimi unë do t'ju lë disa këtu, se sa kushtojnë.
çmimi ishte shumë i mirë, edhe 30 euro, po thjesht ajo mania do me thënë për ta diskutu çmimin, sepse nuk ishim vetëm ne që diskutonim çmimin, kishte plot aty, do me thënë të gjithë bënin pazar me pjesën e çmimeve, gjithë kërkonin ulje, përveç momenteve kur ishin 1 euro ose 2 euro, që normalisht aty s'ke se çaj ul. Herën e dy që u kthyem, Klaudio i tha do ma lesh 25 dhe ta marr direkt, edhe ai i tha jo. Edhe eftoi Klaudion të bënin lojën gur letër gërshër. Edhe ai burri nxorri gërshërën, ndërsa Klaudio nxorri gurin. Edhe normalisht që Klaudio fitoi, edhe ai do ja linte 25 euro, por e pa nga ftyra e tij që iku ftyra në momentin që fitoi Klaudio. Edhe e tha jo, tha më poshtë se 28 nuk mundem të zbres. Edhe i thash Klaudios që okej, merre fundit, edhe po mos ta jepte, domethënë t'ishte e fundit 30, ne do ta merrnim. Në momentin që po bënim pazarin me këtë burrin, erdhi edhe një gru që e pa edhe donte ta merrte direkt pa e diskutuar çmimin fare, po Klaudio kur e pa që ajo gruaja po interesohej, nxori direkt portofolin që ta pagunte, në mënyrë që mos na rrëshqiste nga dora kjo lloj çante. Kështu që po, ne kemi harxhu sot atëherë 28 çanta, 2 euro ka kushtu ky fustani, 30, 5 euro xhinset, 35, nga 1 euro ripat 37, edhe 10 euro ora 47, diku tek 50 euro, 51 euro, sepse dhe ato fondatinta që bleva unë ishin nga 2 euro se cila, kështu që 4 euro, i bje diku tek 51 euro shim. Edhe jemi shumë të kënaqur me gjërat që kemi gjetur. Do provojmë normalisht t'i rishesim, sepse ky është qëllimi kryesor, t'i rishesim. Në qoftë se ja vlen këto lloj gjërash që kemi marr, këto lloj blerjesh, normalisht do shohim se ku janë datat e tjera për merkatet e tjera, edhe t'i ndjekim kudo ku janë. Unë tani pas dite do ri në shtëpi sepse koha është freskuar pak. Edhe kur ishim atje kisha goxha ftohtë, se isha veshur edhe holl. Edhe pse është ditë e diel, Klaudio ka shku tek puna e kushërinjve vet, t'ju japi një dorë, sepse kishte nevojë për ndihmë, kështu që unë tani për momentin jam vetëm. Duhet të bëj një dush edhe të përgatitem, sepse nesër jam në kurs edhe pastaj edhe në punë. Duhet përgatis darkën për sonte, gjithashtu edhe drekën për nesër, që t'i kem gati edhe ta flej menjen pastaj, nuk kam nevojë të mendoj se qa do ham. T'laj këto rrobat, duhet i bëj të gjitha, edhe tani duhet qohem se ora fluturon. Nuk e di nëse kur të vi Klaudio do dalim ndonjë shëtitje ose dalim pim ndonjë kafe. Me këtë kohën, kështu që pritet nga momenti në moment të bie shi, nuk jam shumë e sigurt, po gjithsesi ne do shifemi pas pak ose nesër. Mirë mëngjesi të gjithëve, po ju flas nga një tjetër ditë në këtë vlog. Më duket se xhirimet e fundit i kam lënë atë ditë kur ishim tek të përdorurat, edhe pastaj ju kam treguar gjithë gjërat që kam marr, po pas asaj dite nuk kam filmu më. Më falni për zërin, po duke qenë se kanë ardhur ditët e para të pranverës edhe polenat janë kudo. Edhe unë kam filluar me këto alergjit, me undë të bllokuara, me teshtima. Nejse, letë mos flasim për këtë punë, sidomos në mëngjes se kam të bllokimin këtu tek pjesa e hundëve, po gjatë ditës sikur sistemohet pak pastaj. Edhe pse alergjit, siç e thash, kanë filluar, sot nuk është një ditë pranvere, me thënë drejtën, është komplet vrane, qielli është gri. Sot jemi 2 ditë para Pashkëve, është ditë e premte, edhe unë jam pushim nga kursi, nga puna. Është nga ato ditët ko nuk e di pas shumë muajsh, është një ditë që kam pushim, edhe nuk duhet merrem me asnjë gjë. Nuk kam as ndonjë detyrim, Klaudio nuk nga lënë ndonjë detyrë të shkoj të merrem me ndonjë dokument, ndonjë gjë. Kështu që do shijoj shumë këtë ditën kështu në shtëpi, avash. Do pi kafe, do dal për një ecje, do sistemoj edhe pak shtëpinë, sepse unë nuk ja u kam thënë këtu në vlog, po besoj se kur të dali ky vlogu, ju besoj do e keni parë në Instagram, unë të dielën do jem në Shqipëri për Pashkë, do iki të festoj Pashkët me familjen time. Do jem vetëm për 3 ditë, sepse puna kaq më lejon, me 23 ne fillojmë punën. Kështu që do iki vetëm për 3 ditë, po duke qenë se ka pothuajse 7 muaj që nuk kam qenë në Shqipëri, edhe nuk e kam pa familjen time, atëherë preva një bilet pothuajse në moment fundit, domethënë e kam
para 2 javësh ndoshta, edhe çmimet nuk ishin shumë të arsyeshme këtë herë për të shkuar në Shqipëri. Po gjithsesi mjafton që të shkoj ti shoh edhe të kaloj festat me ta. Tani po përgatis kafen, po ha diçka për mëngjes, e pastaj të vijojmë me gjërat që duhet bëjmë. Mbarova se sistemuar e shtëpinë edhe lavatriçja sa po mbaroi, sepse doja ta hapja videon më përpara, po duke qenë se lavatriçja bën shumë zhurmë, atëherë thash po pres sa të mbaroj lavatriçja. Tani po bëj pak make-up sepse kam për të xhiruar një video, një reels për Instagram. Është një ide me kombinime. Qenë shumë këto reelsat që kanë të bëjnë me veshjet, sepse shpesh herë futem edhe unë në Instagram ose në Pinterest te këto platformat sociale për të marrë inspirime mbi veshje të ndryshme kur nuk di se si ti kombinosh. Kështu që edhe unë mendova të bëj një video të tillë, do t'ja u lë këtu. Po gjithsesi ju mos harroni të më bëni një follow në Instagram, sepse edhe atje shpërndajmë video të bukura si këtu në YouTube. Tregojmë gjërat që bëjmë gjatë ditës, të reja që kemi. Nuk e di, shumë gjëra, kështu që më bëni një follow në mënyrë që të më ndihmoni edhe të rritem në Instagram ashtu si këtu në YouTube. Ajo që doja t'ju tregoja tani që hapa videon është ajo piktura, nuk është pikturë në fakt, por është një foto e stampuar e madhe, edhe duket pak a shumë si pikturë, është një si tip telajo, canvas, nuk e di se si t'ja them emrin, po e them më shqip pikturë, që supozoj të ishte një bashkëpunim për Instagramin. Unë kam komuniku me këtë faqe nëpërmjet emailit, e cila më ka kontaktu, edhe më tha që të zgjidhja formatin, se sa të madh e doja foton, edhe t'i dërgoja një foto me WeTransfer në mënyrë që mos të humbiste kualitetin. Edhe super, më pëlqeu shumë ideja, se normalisht kisha këtë pjesën e muarit bosh edhe thash me një foto tonën do duket shumë bukur. E bëra porosin komplet, e mbylla bashkëpunimin, edhe një dje par dje erdhi kjo piktura, edhe unë nuk isha në shtëpi, e kishin lënë këtu poshtë. Kur erdhi Claudio e kishte marrë dhe e kishte hapur. Në momentin që ka hapur sepse ishte rrethuar nga një qese e zezë, në momentin që ka hapur atë qesen, fotoja ishte komplet e dëmtuar. E di që tani nuk duket, ju nuk arrini të shikoni, po do ju lë disa klipe këto që ta kuptoni se për çfarë po flas. Më erdhi shumë keq, domethënë u mërzita jashtëzakonisht shumë, sepse ishte një foto kaq e bukur, kishte dalë shumë mirë edhe si kualitet, edhe të ishte e dëmtuar në këtë lloj mënyre, nuk e di. Nuk e di nëse është faji i fabrikës, më thënë i faqes me cilën kam bashkëpunu, apo faji i postës, i kurrierit, po gjithsesi edhe nëse është faji i kurrierit, nuk mund të them që edhe faqja nuk ka faj,
për arsye se ishte thjesht e mbështjellë me një qese të zezë si qeset e mbeturinave. Ishte zero mbrojtje, as nuk ishte kolesterol, as në gjë nga këto qese që janë si me fuska që mbrojnë për shembull gjëra të ndryshme. Kur ju vjen posta, e keni parasysh që janë disa qese si me ajër, nuk ishte absolutisht asgjë. Që shihni atë klipet që ju lash, pjesa anash është e shkyer, edhe është gjithkon viza, sikur i kanë ra me në i thik, nuk e di, bile stallëm me Claudion, i them, këta kanë fut thik kudo, dhe me thënë se është komplet me shenja, e shkatëruar. Unë i bëra email direkt atë natë faqes, bëra foto edhe ja dërgova. Akoma nuk kam marrë një email, po normalisht nuk kam se si ta postoj si bashkëpunim një foto të tillë që është komplet me shenja, komplet e shkyme, pavarësisht se domethënë nuk duket bukur te videot e mia, po besoj se do i bëja dëm edhe faqes me cilën po bashkëpunoj, që nuk është se ka pak followers në Instagram, me thënë drejtën. Merdi shumë keq, domethënë u mërzita jashtëzakonisht shumë me këtë gjë, po pres një përgjigje nga faqe, nuk e di nëse do e zëvendësojnë këtë foto apo se ç'a do bëjmë. Gjithsesi doja ta ndaja këtë gjë me ju, pavarësisht se nuk e di akoma zgjedhjen e këtij problemi, po fotoja po të shihni kështu duket shumë e bukur, po t'i afroheni është një shgënjim i vërtet. Unë e kam lënë aty sepse 2 ditë ka që ka ardhur, edhe thjesht e kam lënë aty, po nuk besoj se është vendi i duhur, se sa do kudo po të vi një person edhe ta shofi ashtu duket keq. Kështu që nuk e di sa ku do e mbaj, se kur do e heq, po thjesht e di që nuk e ka vendin aty. Po përfundoj make-upin, këtu në kompjuter kam hap një serial, nuk e di nëse ju shihni seriale turke, po unë për momentin po shoh këtë serialin Siyah Kalp, Zemra e Zezë, që janë këta 2 binjakët që gjenë nënën e tyre pas shumë vitesh. Edhe po, nëse keni ndonjë sugjerim për ndonjë seri turke që mund të jetë e bukur, edhe që ju e keni pa, më sugjeroni në komente, se unë kam shumë qejf t'i ndjek, edhe pse tani koha është e limituar, po në momentin që bëj punë të shtëpisë, ose sikur tani që po lyhem edhe po bëhem gati, i shoh ndërkohë edhe më pëlqen shumë. Do ju hap pas pak kur t'jem duke xhiru reelsin, edhe ndoshta ju marr disa copsa me vete. Kjo është rrëmuja që krijohet për të xhiruar një reels. 3 çanta, varse rrobash, xhaketa. Mos mendoni se përfundum, këtu është ring lighti, këtu është rrëmuja e dytë, kompjuteri atje, syzet që përdora, syze dielli, ajo aty është ilaçi për hundët tani në kohët e alergjisë, vath, varse, smerë gjavesh, edhe po. Kjo është përfundimi që duhet ta sistemoj komplet tani. Edhe do shifemi më vonë që të gatojmë në gjë për darkën. Edhe pas darkë besoj se do dalë të bëj një ecje, sepse ka shumë ditë që nuk bëj as ushtrime në shtëpi, as ecje as asnjë gjë, kështu si të ham dark, me që tani erët edhe vonë, shkon ora pothuajse 8:30, 9, edhe akoma nuk është errësu, edhe mund dalësh të bësh ecje, sepse më duket se edhe koha po hapet pak, kështu që nuk besoj se do bjerë shi, që na lejon që të dalim të ecim pak, edhe tani po ju lë. Që me logon e kopit. Për reklam. Atë pagujnë.
Ne kemi ardhur këtu tek ky bari që është këtu në mal, edhe pse dielli iku, edhe vjen shumë i natë se nga shtëpia unë nisëm që kishte pak diell dhe tham do vim këtu, po pas ka pak njerëz, me thënë drejtën, duke qenë se s'ka diell normalisht edhe njerëzit është gjithmonë ky rreziku i shiut. Claudio shkoi të na merr te pije edhe në patatin që trejmë këtu. Këtë pas dite bëm spezën, lam makinën, e lam të dy bashk, sepse duke qenë se nesër unë do iki, thash, ok, do e lajmë të dy bashk që mos ta lija Claudion ta lante vetëm. Edhe më ka kap pak dhimbja kokës, edhe nuk e di se pse, po më ka kap pikërisht këto, po e kam shumë siklet të dhimbjen e kokës. Po rrim pak këto, merrem edhe pijet, po kalojmë pak kohën, pastaj do ikim në shtëpi që të përgatis darkën, edhe të shohim Big Brotherin se sonte është finalja. Nesër duhet të zgjohemi shumë herë, duhet të zgjohemi që në 5, sepse kam fluturimimin rreth orës 7.